Horoskopi mujor, dhjetor 2025, parashikimi yjeve për secilën shenjë. Dashi. Dhjetori hapet me Marsin, planetin tuaj sundues, ende në Luan, një pozicion që ju bën të gjallë, të përgjegjshëm, elektrik dhe plot ambicie. Marsi formon një trekëndësh me diellin në shigjetar në gjysmën e parë të muajit, duke krijuar një tension pozitiv që ju lejon të lëvizni drejt qëllimeve tuaja me vendosmëri. Ky tranzit rrit kreativitetin, gjendjen fizike dhe vendimarrjen me vetbesim. Megjithatë, Saturni direkt në Peshk ju fton të shikoni përpara me pjekuri më të madhe, duke ju shtyrë të lini pas të kaluarën dhe të zgjidhni frikrat e pasgjidhura. Sezoni i Krishtlindjeve do të jetë veçanërisht introspektiv dhe do t'ju ndihmojë të lini pas një barë emocionale nga e kaluara. Gjysma e dytë e muajit e sheh Mërkurin në retrograd. Keni kujdes me komunikimin, kontratat dhe detajet logjistike. Ngadalsoni kur është e nevojshme. Dashuria është pasionante, por kërkon ndjeshmëri. Një partner mund të kërkojë më shumë vëmendje ose transparencë më të madhe. Dhjetori sjell vendime të rëndësishme dhe një hap përpara në punë, edhe nëse do të vi pas një periudhe konfuzioni. Demi. Muaji hapet me afërditën në Akrep përballë shenjës tuaj. Kjo gjeneron intensitet të fortë emocional, një dëshirë për të sqaruar gjithçka dhe një nevojë për përgjigje që nuk vijnë gjithmonë me njëherë, por pikërisht fal këtij intensiteti dhjetori bëhet një muaj transformues. Hëna e plot në binjak në 12 dhjetor ndriçon shtëpinë tuaj të dytë astrologjike, atë të vlerave parave dhe vetvlerësimit. Mund të reflektoni mbi disa vendime financiare ose të njihni diçka që keni ignoruar në lidhje me marrëdhënien tuaj me sigurinë personale. Saturni direkt në Peshqit ju mbështet. Mund të shfaqen mundësi që duhet t'i konsideroni me qetësi. Në dashuri diçka qetësohet. Nga dekada e tretë, lidhja Venus-Jupiter në Akrep mund të sjellë një pajtim intensiv, një deklaratë dashurie, një flak të ringjallur ose një zgjedhje përfundimtare. Është një muaj ngadalt, por i fuqishëm, që mbyll një cikël dhe hap një më të pjekur. Binjakët. Dhjetori është një muaj me aktivitet intensiv mendor. Hëna e plot në shenjën tuaj në 12 dhjetor sjell zbulesa, vendime dhe një sqarim të shumë pritur. Është një hënë që destabilizon dhe ndriçon, siç ndodh shpesh me ngjarjet që trondisin perceptimin tuaj për gjërat. Mërkuri retrograd, planeti juaj sundues, largohet nga Bricjapi dhe kthehet tek shigjetari. Kjo do të thotë që pjesa më e madhe e muajit është një rivlerësim i vazhdueshëm i marrëdhënieve, zgjedhjeve dhe marrëveshjeve. Asgjë nuk është e lineare, por gjithçka ju ndihmon të kuptoni se kush jeni dhe çfarë doni të sillni në vitin 2026. Në dashuri ka dialog, por edhe mundësi për të rishqyrtuar një pakt apo edhe një premtim të bërë. Disa çifte do të rizbulojnë një afërsi të humbur, të tjerë do të kuptojnë se janë rritur në drejtime të ndryshme. Në vendin e punës, dhjetori është një muaj rishikimi, një projekt ndryshon, një strategji zhvendoset, një person rishfaqet për të rihapur një bashkëpunim të ri. Gaforia. Muaji fillon intensivisht. Marsi në Luan dominon shtëpinë tuaj të dytë, duke kërkuar disiplinë në shpenzime, energji në projekte dhe kontroll më të madh mbi reagimet tuaja emocionale, por pika e vërtetë e kthesës vjen me Saturnin direkt në Peshq, një trin i fuqishëm që rikthen rendin, pjekurinë dhe një ndjenjë drejtimi pas muajsh pasigurie. Dhjetori shënon një kthim në forcën tuaj të brendshme. Hëna e plot në 12 dhjetor ndriçon anën tuaj më të fshehur, duke ju ftuar të lini pas një sekret, një frikë ose një kujtim që ju ka mbajtur prapa. Është një proces emocional që sjell qartësinë më të madhe të brendshme. Venusi dhe Jupiteri në konjunksion në Akrep, nga deklarata e tretë sjellin emocione intensive, një tërheqje të re ose një ringjallje të pasionit në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të hasin një takim magnetik. Puna kërkon durim. Mërkuri retrograd krijon vonesa, por këto vonesa do t'ju ndihmojnë të drejtoheni drejt një zgjedhje më të mençur.
Luani, Marsi në shenjën tuaj u bën protagonistin absolut të dhjetorit, ju jeni në qendër të vëmendjes. Energjik, i vendosur dhe i shkëlqyer. Megjithatë, Saturni direkt në Peshq sjell një sfidë, kërkon pjekuri në përgjegjësitë tuaja dhe në menaxhimin e marrëdhënieve të pushtetit. Disa dinamika pune bëhen më të qarta, por me një kosto emocionale. Jeta juaj dashurore është e zjarrt. Venusi dhe Jupiteri në Akrep krijojnë një tension të fuqishëm sensual, por edhe një nevojë për të adresuar çështjet familjare ose romantike të pasgjidhura. Hëna e plot në 12 dhjetor sjell një rezultat, lajme ose një përballje në fushën e miqësive ose projekteve kolektive. Është një muaj fort, i guximshëm dhe vendimtar. Virgjëresha, Mërkuri retrograd ndikon thellësisht në muajin tuaj. Dhjetori është një kohë rishikimi, analize dhe ristrukturimi. Asgjë nuk i lihet rastësisht. Janë 2 javët e para që sjellin vonesa or ndryshime në orare, rishikime kontraktuale ose rimendime romantike. Saturni në kundërshtim të drejt për drejt kërkon vendosmëri, qartësi dhe zgjedhje të pjekura. Është një muaj ndërtimi, por përmes sfidave. Venusi dhe Jupiteri në Akrep ju ofrojnë mbrojtje dhe thellësi emocionale. Dialogu i sinqert mund të shpëtojë një marrëdhënie. Beqarët favorizohen në marrëdhëniet e lindura nga një afinitet i fortë mendor. Puna kërkon rregull. Hëna e plot në 12 dhjetor ndriçon karakterin tuaj dhe ju sjell një rezultat të rëndësishëm ose një përqendrim përfundimtar. Peshorja, dhjetori sjell ajër të freskët, Marsi në Luan ju mbështet me energji të fortë sociale, ndërsa sezoni i shigjetarit ju bën komunikues aktiv dhe më të lehtë se zakonisht. Por kini kujdes nga Mërkuri retrograd në gjysmën e 2 të muajit, keqkuptime të mundshme familjare dhe vonesa në projekte. Afrodita dhe Jupiteri në Akrep janë të pozicionuar në shtëpinë tuaj të dytë, duke favorizuar vëmendje më të madhe ndaj burimeve dhe zgjedhjeve materiale. Dashuria është konkrete dhe pasionante. Një marrëdhënie stabilizohet, një tundim bëhet më serioz. Saturni direkt ndihmon në krijimin e zakoneve të reja më të shëndetshme dhe menaxhimit më të mirë të stresit. Dhjetori është evolucionar dhe premtues. Akrepi. Dhjetori është një nga muajt tuaj më të fuqishëm të vitit. Venusi dhe Jupiteri në shenjën tuaj krijojnë një val magnetizimi, sharmi, vetëdije emocionale dhe mundësinë e rilindjes. Çdo gjë që lidhet me dashurinë, intimitetin, dëshirën dhe transformimin personal kthehet në qendër të vëmendjes. Saturni direkt ju mbron me një trekëndësh që forcon zgjedhjet tuaja dhe pjek marrëdhëniet tuaja. Hëna e plot në 12 dhjetor ndriçon sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta. Reflektimet mbi burimet e përbashkëta ose financat familjare bëhen tema e muajit. Mërkuri retrograd fton dialog të thellë dhe sqarime të nevojshme. Është një muaj me fuqi të madhe personale. Shigjetari. Muaj hapet me diellin në shenjën tuaj me një Mars të favorshëm, energji të lartë, iniciativa të forta dhe dëshira për ndryshim. Është një muaj rilindje personale. Mërkuri retrograd kthehet në shenjën tuaj në gjysmën e 2 të muajit, duke sjellë reflektime të forta, dyshime të çastit ose rimendimin e një projekti të filluar së fundmi. Kjo nuk është një pengesë, është rifokusim. Hëna e plot në Binjak në 12 dhjetor sjell një përballje të drejt për drejt me një partner bashkëpunëtor apo person të rëndësishëm. Është një hënë që përcakton një ekuilibër të ri. Venusi dhe Jupiteri në Akrep punojnë në një nivel emocional, duke nxjerrë në pa dëshirat e fshehura. Dhjetori është një muaj pjekurie për ju. Bricjapi. Dhjetori është një muaj kompleks por vendimtar. Mërkuri retrograd fillon në shenjën tuaj, që të thotë se jenë një periudhë rivlerësimit të thellë të ideve, projekteve, strategjive dhe marrëdhënieve. Dielli do të hyjë në shenjën tuaj drejt fundit të muajit, duke sjellë më në fund qartësi dhe forcë. Megjithatë, përpara kësaj Saturni direkt në Peshqit ju ndihmon të kuptoni, strukturoni dhe piqeni. Është një muaj që ndërton të ardhmen përmes krahasimit realist me të tashmen.
Venusi dhe Jupiteri në Akrep mbështesin miqësitë, bashkëpunimet dhe dashurinë realiste. Një marrëdhënie bëhet më serioze. Hëna e plot në 12 dhjetor ju fton t'i kushtoni vëmendje mirëqenies dhe zakoneve të juaja të përditshme. Ujori. Dhjetori është një muaj inovativ. Marsi në Luan ju sfidon me një kundërshtim që mund të sjellë tensionin, por edhe një dëshirë të fortë për të pohuar veten. Sezoni shigjetarit ju ndihmon të shoqëroheni, të krijoni lidhje dhe të merrni pjesë në grupe. Është një kohë pjellore për ide, projekte krijuese dhe bashkëpunime. Saturni direkt në sektorin tuaj material ju fton të menaxhoni burimet tuaja dhe një rregull dhe realizëm më të madh. Venusi dhe Jupiteri në Akrep sjellin një ndryshim të madh në punën dhe ambicjet tuaja profesionale. Hëna e plot në 12 dhjetor ndriçon sektorin tuaj të dashurisë, një sqarim, një kthim, një vetëdije të re. Peshqit. Ylli muajit për ju është Saturni, i cili kthehet në shenjën tuaj, një ngjarje e rrallë dhe fuqishme. Çdo gjë që ishte bllokuar vihet përsëri në lëvizje, por me një qasje më të pjekur dhe të vetëdijshme. Hëna e plot në 12 dhjetor ju detyron të balanconi shtëpinë dhe punën, konfliktet, riorganizimet ose vendimet e rëndësishme familjare. Venusi dhe Jupiteri në Akrep ju sjellin njohuri të thella, spiritualitet dhe dashuri, të jetuar me pasion, por edhe me mençuri të re. Mërkuri retrograd mund të ngadalsoj negociatat ose projektet, por nuk i bllokon ato, i përsos ato. Dhjetori është një muaj evolucioni dhe shërimi.